Njëri ndër përfituesit e kredisë për ndërtimin e serës është Mark Berishaj, me të cilin bisedoi gazetari ynë Nik Kalaj. Çka ju ka shtyrë që të orientoheni të prodhoni në hapësirë të mbyllur? Po, çka më ka shtyrë? Më ka shtyrë, si të thuash, nevoja dhe një herë të themi se ne kemi me bërë që pak a shumë të eci ma përpara nga bujësia e vjetër, se deri më tash, ashtu si ka punos tërë gjyshi apo gjyshi, si përfaqet hapura është puno deri më sot. Këtu më ka shty ma tepër të lexua literaturë se Izraeli apo Holanda apo përparojnë që kanë si përfaqe noshta ma të vogël të tokës, se sa kemi na e pse edhe ne mos t'ja nisim, astaj punë. Ju këtë serë e keni marrë në kredi. Mund të na tregoni diçka për kushtet e kësaj kredie? Po kushtet si kushte janë mjaft të favorshme. Mirë po nuk mjafton me kaq. Kjo sipërfaqe që po shihni e mbulume këtu është 500 katror. Ajo është e caktuar që të paguhet për 4 vjet. Pa llogarit natyrisht grejt periudhën prej 8 muajsh. Mirë po, kjo nuk është vetëm kaq. Kjo kushton rreth 8.000 euro, nërsa me sigurua sistemin e vaditjes, sistemin e nxemjes, ai kap një shumë të madhe. Çfarë kushtesh duhet të plotësoj një bujk që ta marrin një serë të tillë në kredi? Sipas asaj që na kanë dhënë ato kërkesat e tyre ishin, që të kesh sipërfaqen e caktuar të tokës ku do me punua, të kesh infrastrukturën që do të thotë rrugën, rrymen, ujë deri në qendrën ku do të punosh. Dhe e dyta, të kesh të jetë pronë e jotja dhe natyrisht japsh hipotek, natyrisht se s'ka bankë sot që jep pa hipotek. Duhet ta kesh hipotek një shtëpi apo një mas cilin ata e caktojnë, vjen komisioni special, e vlerëson ata çka ke caktuar për hipotek, edhe ta jep, kur gjanë tjetës nevojitet. Kështu që kur gjanë nuk, ti praktikisht nuk depoziton asnjë euro. Vetëm çka tjen këto sistemi yt është pjesa jote është uji, ato janë çështje tjera. Ma për nxemje mos flasim sa janë të shtrejti. Kjo serë, prej 500 katrosh, me dasht, me i plotësuar të gjitha kushtet, ashtu si parasheh standardi i Izraelit, mas pakti duhet afro 20.000 eurosh. Standardi. Nxemja, ajrosja, se dhe vesh duhet me ajros këta ashtu si kërkojnë, mirë po, do të shohim si do t'jetë puna. Mund të tregoni diçka mbi dallimet e kësaj sere me ato që jemi mësuar t'i shohim deri tani këtu? Po në bazë të asaj që flasin se unë nuk kam aso serash, por i kam pa, ato diqysh e kanë një krizë se ftofen ma shpejt. Ajri i ftoft aty është ajri, shtresa e ajrit është ma e ngusht, kështu që të ftoftit aty ma parë më rrinë. Dhe dyta, avullimi, kondenzimi i ajrit neshet ma parë në atë pjesën e plasmasit dhe aty kondenzohet pikat e ujit dhe atëherë aty pikojnë në fidane dhe bajnë një dam. Ndërsa kjo jo, kjo është ajo, e ka një thanje, nështë po hynë aty ku nuk është e jemja, është një thirrje thonë antifog, e cila e kondenzon ajrin mirë, po nuk e formon pikën për me kthye prapë këtu. Për këtë konstrukcion kanë dhënë garanti 25 vjet. 25 vjet. Për plasmas kanë dhënë garancion 5 vjet dhe jep garant që veriu në qoftë se fryn me shpejtësi 147 metra në orë, kjo e toleron, do me thonë e duron. Bora në qoftë se bjen e ka caktuar me 40 kg borë në 1 metër katror. E ka caktuar që minus 50 gradë Celsius ky plasmas me durua, plus 100 gradë Celsius ky plasmas me durua. Pra, kvaliteti është kvalitet, është për çdo lavdan. Mirë po, na mbetet një gjë shumë e pasigurt se çka do të prodhojmë, ku do t'i shesim na. A mendoni se nuk do të ketë treg për këto prodhimet të juve? Gjaset janë shumë të dobta janë gjaset, sepse shteti ose nuk po don, ose po paraqitet i verbët apo i shurt, dhe po lejon importin prej shteteve fqinj.
Po na vinë për shembull prodhimet që unë këtu i kam prodhime ekologjike, po na vinë prej shteteve fëqin që nuk dim ka është burimi, nuk dim se çka janë ato pesticide që po prodhon. Konkretisht këtu erdhi një ekip para 3-4 ditësh prej Izraelit dhe më kërkoi se me çka po i ushqen. Unë ja dhash të gjitha me shifra dhe ai u dha shumë i kënaqur. Pse thom unë, thot je agronom? Jo, nuk jam agronom, por të ju falenderua këshillave të një agronomit këtu një farë Gjon Dresha, i cili nuk e kurseu veten, na jap këshilla për këtë punë, jam mundua që të prodhoj zarzavate të cilat janë të pastra, ekologjike, mirë po, kështu neve na mbetet vetëm të prodhojmë e ku t'i shesim nuk e di. Ju jeni mësues, punoni edhe këtu në Serë, sa ju del koha që ti bani të dyja? Po, profesioni im është mësues dhe mësues do të mbetet. Mirë po, mas orëve këtu i ndihmoj gruas, se ma tepër punon ajo. Mirë po tash jam afër pensionit edhe e kam llogarit që kur dal në pension, se një mekanik kur del në pension, ai ka mundësi me hap një servis të vogël. Unë kur dal në pension s'ka mundësi me thirr fëmin me mësues të shtëpi. Kështu që kam pas shpresë që do të mundi me vazhdua këtu, se nuk ka ngarkesë fizike këtu me punua shumë. Këtu mundet me pak me punua, mirë po prap do të shohim si do.